një fe, një gjuhë, një flamor, një kom. Prandaj muslimanizmi na ka bërë dëm shumë. Feja e Turkut na ka bërë shumë dëm pasi ka ikë Perandëria Osmane për këtë pushë. Feja jonë është shqiptaria dhe ne jemi popull evropian. Sot Shqipëria do të ishte deri te molla e kuqe. Ne edhe sot nuk kemi goximin me thonat. Shqiptar të Zorretit Ilir, Zorret është Grinc, është pasardhës, të pasardhësve Ilir, dhe të miletit Skënder, fjala milet të diktat, të diktatit të Skënderbeut, ato kanë më të shprogramu dhe kanë me pranu këtë që e kemi ne. Një fe, një gjuhë, një flamor, një kom, se fjala kom lidhet me shtet. Ne state and building, ta të ndërtojmë perandërinë tonë dhe kemi të drejtën se jemi më shumë që sjellmi bereqet edhe për miqtë tanë, qoftë në lindje, qoftë perandim. Prandaj unë jam kundër asaj që të futem problemet e huaja, kur ende nuk i kum zgjedh problemet e mia. Prandaj muslimanizmi na ka bërë dëm shumë. Feja e Turkut na ka bërë shumë dëm pasi ka ikë Perandëria Osmane për këtë pushë. A mund ta paramendosh ta mbillmi këtë? Po. Lidhja e parë Prizrenit. Po. Kish dalë me një platformë të qartë. Ne shqiptarë që kemi jetu me babën Davlet, 500 vjetë, sot kemi vendosë, shkëputemi, feja jonë është shqiptaria dhe ne jemi popull evropian. Sot Shqipëria do të ishte deri te molla e kuqe. Ne edhe sot nuk kemi goximin me thonat. A është e vërtetë? Deri dikon. Jo, nuk keni insistimi ka uza juaj është ta forconi paktin për shqiptarinë. Po. Edhe në pikpamje të asaj që quani fe, besim. Jo, për shembull besimi është shpirtëror. Tash këto që quhen musliman, këto kanë ndërtuar kanë targete politike, do me bë këtë botën muslimane. Ç'është ajo?